iniciativën tuaj të televizionit tuaj për të realizuar këtë emision që është në dobi të qytetarit të Fierit. Është e vërtetë që lumi Gjanica përbën një nga problemet kryesore të qytetit të Fierit dhe është një problem, me sa mbaj mend, është problem i vjetër shumë dhe i diskutuar disa herë. Unë, siç e thatë dhe ju, ndihem këtu i vetmi, domethënë, në rolin e të akuzuarit në thonjza, por mendoj se nuk është kështu. Kam mendimin që këtu në këtë panel duhet ishin përfaqësues edhe nga shoqëria Armo, Shara, që sot është e privatizuar, qoftë nga Bashkia e Ballçit, qoftë nga disa komuna që kryetari Qarkut i përmendi pak më përpara, nga komuna Portës, nga komuna Qendër Mallakasit, që janë aktorë dhe faktorë të ndotjes së lumit Gjanica. Për sa i përket Alpetrolit, e thash këtë sepse për sa i përket Alpetrolit, Alpetroli përbën vetëm 10% të ndotjes së lumit Gjanica. Qofse të referohemi shifrave dhe nëse më lejoni të përmend disa shifra, Alpetroli shkarkon në lumin Gjanica vetëm në 2 pika, në Visok dhe në Usoj. Dhe në të dy ato pika shkarkohen rreth 112.000 m3 në vit ujë të shoqëruar me mbetjet hidrokarbureve, ndërkohë që nga KPCN Ballsh, ose sot uzina e përpunimit Ballshit dhe nga uzina e përpunimit Fierit që i përkasin shoqërisë Armo, shkarkohen rreth 2.3 milion m3 në vit dhe nga shkarkimet urbane që vinë që nga Bashkia e Ballshit edhe gjatë gjithë gjatësisë segmentit Ballsh-Fier të lumit Gjanica, shkarkohen rreth 8.1 milion m3 ujë në vit. Pra si thash edhe më përpara, kjo Alpetroli shkarkon vetëm 10% të gjithë sasisë shkarkimeve. Qartë me këto shifra që juve na servini, këto 10% si do ta asimiloni në kohë? Për këtë 10%, përpara disa muajsh, vitin e kaluar, në vizitën e tij, kryeministri Berisha në vizitën zyrtare që ka bërë në Bashkinë e Fierit, është njohur me këtë problem dhe nga ankesat, domethënë iniciuar nga ankesat e Bashkisë Fierit, ka ngritur një grup pune në përbërës të cilit kishte nga kompania Alpetrol, kompania Armo dhe nga Bashkia e Fierit. Ky grup pune filloi përgatitjen e një studimi të detajuar dhe duhet të theksuar që Bashkia e Fierit nuk mori pjesë në këtë studim dhe është për të ardhur keq. Edhe në fund të këtij studimi u realizua nga kompania Alpetrol, janë realizuar në vitin 2007 5.4 milion lek dhe në vitin 2008 2.6 milion lek të reja po flasim, vetëm për injektimin e ujrave në shtresë. Domethënë, Alpetroli në Visok nga 75.000 m3 në vit injekton 80% të kësaj shifre, domethënë injekton rreth 60.000 m3. Ndërsa në dekantimin Usoj injektohet i gjithë sasia e ujit që del nga shtresa. Kështu që edhe ky 80% që ka ngelur në dekantimin Visok po punohet dhe në përfundim projektit nuk do shkarkohet asnjë metër kub ujë në Gjanicë. Qartë.